Humbjet e ujit është problemi madhor i sektorit edhe një problem shumë i rëndë për sektorin. Momentalisht humbjet e ujit janë 63%. Një çështje tjetër është edhe humbjet në rrjet. E kemi pa që për shembull tek Gjahova ose tek Mitrovica gati gjysma ujit të prodhuar pra nuk faturohet edhe humb në rrjet. Çka jeni të bëjë si ARU që me zgjidh këtë problematikë tek kompanitë. Edhe pse kompanitë nuk po arrin me i faturu aq sa prodhojnë ujë. Humbjet e ujit është problemi madhor i sektorit edhe një problem shumë i rëndë për sektorin, i cili është kogja kompleks për me u trajtu edhe me u përmirësu. Ne si autoritet regulatori shërbimit të ujit kemi punu në disa drejtime në këtë aspekt. Fillimisht kemi kërku prej të gjitha ndërmarrjet të ujësjellësit që të instalojnë ujmaca funksional në secilin resurs që ata e shfrytëzojnë për furnizim me ujë qytetarët e Kosovës, në mënyrë që të kemi dhëna të sakta, të dim sakt sa e kemi humbjet e ujit, se pa dhëna të sakta nuk mundemi me bo as planifikim të mirëfillt, as me marrë vendime të mirëfillta. Momentalisht humbjet e ujit janë 63% në nivel sektori dhe këtu e kemi këtë dhënë mbi 90% të sakt. Çka kemi vepru tjetër na si regulatori i ujit, kemi bërë që në këtë procesin tarifor, tash që sapo e mbyllëm, kemi leju investime kapitale më shumë se sa viteve paraprake për ripërtrirje të rrjetit të ujësjellësit, sepse Kosova ka një rrjet të ujësjellësit prej diku 10.000 kilometrave, që është sa me shku këtu në Norvegji edhe më kthy. Një rrjet të vjetër të ujësjellësit me materiale të ndryshme, me diametra të ndryshme, me lidhje të ndryshme dhe natyrisht që kemi humbje edhe teknike të mëdha. Në mënyrë që me i luftu këto humbje të mëdha, Autoriteti Regulator për Shërbimimin të Ujit ka aprovu investime në ripërtrirje të rrjetit të ujësjellësit. Në anën tjetër, përpos humbjeve teknike që i ka sektori, kemi edhe humbje administrative. Për luftimin e humbjeve administrative, jemi duke punu që me ndryshu rregullorën për ndërprerjen me shërbimet të ujit, në mënyrë që ndëshkimet për konsumatorët që e keq përdorin ujin ose që e përdorin në mënyrë të paautorizuar të rriten në një masë shumë të madhe dhe shumë të rrept. Unë po besoj shumë që ndërmarrjet e ujësjellësit do ta shfrytëzojnë mandej këtë ndryshim që do ta bëjmë, edhe do të fillojnë të luftojnë seriozisht keqpërdorimet e ujit. Po kjo për humbjet administrative, po për shembull për humbjet në rrjet. Po. Përdesa shifra është 63%, apo a ke? Po, përqindja humbjeve të ujit. Përqindja humbjeve të ujit. Kjo i bjen që kompanitë nuk kanë investu në mirëmbajtjen e rrjetit, në renovimin e rrjetit. Çka keni bërë ju si ARU që ma ul këtë përqindje? Na kemi leju, kemi leju investime ma shumë se sa kemi leju viteve të kalume. Përapërsisht dyfishën e investimeve që kemi leju proceset e kalume tarifore, kemi leju me këtë proces tarifor. Edhe kemi kërku që prej atyre investimeve të investohet një pjesë konsiderueshme në ripërtrirje të rrjetit të ujësjellësit. Kjo është çka mundet Autoriteti Regulator i Ujit me bo në kuadër të mandatit të vet. Do të thonë për rregullim sektorit, kemi leju investime. Kompanitë duhet të realizojnë ato investime në mënyrë që të zvogëlojnë humbjet e ujit. Edhe në aspektin e humbjeve teknike, është shumë e rëndësishme. E çka nëse kompanitë dështojnë me bë këtë uljen e humbjeve të ujit? Çka ndodh në këtë rast? A reflektojnë mase prapë në tarifa të qytetarët? A çka bën ju si ARU? Cila është kompetenca juaj që me i obligu kompanitë që me qenë më të përgjithshme nëse më i me thonë, që me i ullë humbjet në rrjet? Sa i përket performancës të ndërmarrjeve të ujësjellësit, përgjegjësi kryesor janë bordet të ndërmarrjeve, mandej edhe Ministria e Ekonomisë. Ne si autoritet regulator kemi për obligim rregullimin ekonomik të ndërmarrjeve të ujësjellësit, edhe në këtë drejtim jemi edhe kemi punuar që t'i caktojmë ca që shumë sfiduese edhe në aspektin e humbjeve të ujit për kompanitë e ujësjellësit. Nëse ata kanë pas cak me zvogëlu humbjet e ujit për 2-3%, na kemi rrit atë saktë dhe kemi sfiduar ato më shumë se sa ato që kanë planifikuar.
duke i përfshi edhe informata tjera që i dhash paraprakisht në aspektin e humbjeve të ujit, sepse konsiderojmë një problem madhor të sektorit, që është problem edhe në rajon, nuk është problema i vogël në rajon, po sido që tjetë, ne si Kosovë duhet me punu këtë drejtim edhe jemi duke punu këtë drejtim. Po shpresojmë me këto 2-3 masa që i kemi ndërmarrë si regulator i ujit, që ka me pas zhvillime pozitive dhe në këtë drejtim.